Përshëndetje miq. Kjo javë na tregoi diçka shumë të qartë. Paria e Tiranës është e dëshpëruar dhe kur janë të dëshpëruar ata bëjnë atë që dinë të bëjnë më mirë, krijojnë zhurmë dhe zallamahi për të mbajtur kontrollin e pushtetit, të opozitës dhe të propagandës që i rrethon. Ata hedhin ide, figura dhe afera në tregun mediatik, të cilin e kontrollojnë pothuajse plotësisht. Këtë e bëjnë jo për të zgjidhur çështjet apo problemet që shtrohen, por për dy arsye: për të fshehur vjedhjet e tyre të tmerrshme dhe për të testuar se kush mund t'i shitet popullit shqiptar si alternativë për të shpëtuar kokën e tyre në krahasim me të huajt. Kush mund të jetë i pranueshëm edhe për popullin edhe për të huajt. Këtë javë kjo pa qartë me aferën Lea, për cilën do të flasim, ka shumë pasion, shumë zhurmë, por zero bereqet. Pyetja është, kujt i shërbeu dhe çfarë nuk u diskutua në mjedisin publik për shkak të kësaj zhurme? Kaosi, hutia dhe pasiguria i shërbejnë vetëm Paris Tiranës. Ata duan t'ju gënjejnë me lajle, me lujle, duke ju treguar bubullimat e të tjera. Por ne shqiptarët nuk jemi idiot. Dhe sot do të flasim pse. Sigla. Tani do të bëjmë një rubrik, kam hapur një rubrik që quhet si ta shpjegojmë. Të flasim pak për lajmet e javës që shkoi, sepse po të dëgjosh lajmet e javës që shkoi, u diskutua për shumë çka, por shumë pak ju intereson shqiptarëve. U diskutua pak Venezuela, po jo në kulturet e duhura që na përkasin e shqiptarëve. U bë shumë zhurmë për një apo më shumë kandidat për kryeministër teknik dhe për një qeveri teknike, e cila duket sikur është gjithmonë në lajme, por nuk vjen kurrë, ndërkohë që Hanxhiu vet ka thënë troç se nuk ka birë nëne që më lëviz prej kryeministrisë, sepse mbrapa më vinë shqiptarët, kryeministri i vendit, dhe pala tjetër, kur flet për qeveri teknike, nënkupton një përsëritje të 2021-shit, kur kryetari i grupit të sotëm parlamentar, i cili në atë kohë ishte zëvendës kryeministër, bëri dhe një 6-7 vet ministra për një 6 muaj dhe partia e opozitës pati një 6 muaj bollëk për të mbajtur kunetër e baxhanake, militant, njerëz të tillë, ish drejtora, morën ca para, vunë pak vjam. Ndërkohë që shtresa e analistëve që duhet të thonë të vërtetën janë rrogtar, të dy apo më shumë grupesh interesi, shpesh herë ju përgjigjen shërbimeve të huaja, sepse në Tiranë çdo gjë blihet me para, jo më ca fjalë në televizor të cilat ata vetë i harrojnë për 3 ditë dhe thonë të kundërtën asaj që thanë para 3 ditëve. Pra, kemi një mishmash dhe kaos. U fol për përmbytjet, por jo për shkaqet e tyre reale dhe kush janë fajtorët. Nuk guxon njëri të flas për të, as për neglizhencën kriminale të gjitha qeverive pas vitit 90 në këtë fushë. U diskutua gjatë kësaj jave podcasti i kryeministrit, që i shpalli dhe njëherë luftë Amerikës duke kërkuar Evropën. U fol shumë për foltoren e kryepretendentit përjetshëm për kryeministër, mbledh 30 vet në shesh, por askush nuk i kujtoi as kryeministrit, as kryepretendentit
premtimet rrena që kanë bërë në çdo fushat dhe që vazhdojnë t'i bëjnë, si pa pikën e turpit, sikur nuk i kanë bërë kurrë, dhe vazhdojnë të mos i mbajnë. Po ashtu kemi parë një përpjekje tjetër të kobrave të Paris në disa anë të gjitha llojeve për t'i ngrënë vaktin njëra tjetrës, për t'i ngrënë kokën njëra tjetrës. Në njërin anë kemi turin Saliani, i cili me siguri financohet dhe sallat mbushen me njerëz nga burime të ndershme, jam i sigurt për këtë gjithë shqiptarët kështu besojnë, kështu mendoj edhe unë, ndoshta po, ose ndoshta jo, po kjo mbetet për tu parë. Pra është bërë një luftë qesharakëve, muli vini, është një nga farsat më të shëmtuara me cilat fatkeqësisht publiku shqiptar përballet për 35 viteve, e bëjnë të gjitha të ashtu quajturat parti politike, të gjitha klanet e Paris Tiranës. Pra, kemi një boshllëk lajmesh reale dhe analizash reale që prekin, cekin hallet e shqiptarëve. Këtë boshllëk unë do të përpiqem ta mbush sot, duke shtjelluar 2 nga temat e rëndësishme, të cilat unë mendoj që duhen diskutuar. Pikë pari do të flas pak për mjedisin djerr që ka lënë Paria e Tiranës, dhe si përpiqet ajo ta mbulojë dështimin e vet të projektit të saj, është një dështim i përplot, duke paraqitur njerëz të cilët mendojnë se mund ta mbulojnë këtë djerrësi që ajo ka lënë. Në pjesën e dytë të monologut do të flas pak edhe për situatën ndërkombëtare dhe udhkryqjen e rrezikshëm ku gjendemi ne shqiptarët në këtë periudhë, sepse është një periudhë fort e tendosur, teje delikate për fatet e kombit shqiptar dhe aty do të cek pak çështjen e Kosovës. Por le të kthehemi kontekstit të Parisë së Tiranës. Është një Pari e dështuar, e diskredituar, e cila ka mbetur pa njerëz të cilët të mund t'i paraqesë përpara publikut si të paktën dukshmërisht të ndershëm. Të gjithë ata që kanë 35 vite atje janë konsumuar kaq shumë sa që nuk ju beson më njeri. E megjithatë ata po përpiqen me çdo kusht të gjejnë edhe brenda edhe jashtë njerëz të cilët t'i paraqesin bedel. Afera Lea, një profesoresh e London School of Economics, e cila ka shkruar 2 libra për përvojat e saj në Shqipëri, janë libra të shkruar relativisht mirë për një publik akademik që e sheh Shqipërinë ende si vend egzotik. Në fakti që ata paraqesin zonjën profesoresh ishte treguesi shterpsisë që ka lënë në vend Paria e Tiranës. Nuk ka asnjë mundësi të gjej brenda. Për sa i përket zonjës, gjykimin tim mbi veprimtarinë publike të saj, sepse është vetëm gjë që më intereson, do ta jap tek një rubrikë më pasme sot që quhet Mejtimet e Gridit. Vazhdoni ta ndiqni dhe do ta gjeni në këtë podcast, në këtë episod. Por duhet i kthehem edhe protestave të përpara kryeministrisë, të cilat janë gjithmonë me kamera, asnjëherë pa kamera, të sjellje kloneske. Po ashtu kemi intelektual të kapur e të shitur, të cilët jo vetëm që nuk e njohin realitetin, por sapo ju prishin pak interesat, thonë Shqipëri e lum, ti e faj, pse unë nuk jam i suksesshëm me të gjitha gjërat e tjera. Dhe të gjitha përpëlitjet e tjera qesharake përgjojë një front të bashkuar opozitar me figura të cilat të themi janë blerë dhe shitur si pare e kuqe për të qenë të butë me atë tryez budallish. Të gjitha këto janë tregues se Paria gjendet në vështirësi të mëdha. Nuk ka besueshmërinë popull, askush nuk i beson më atyre. Nuk kanë më legjitimitet. Nuk ka njerëz të cilët kanë fjalë, besë, nder. Nuk ka njerëz të cilët të përgjigjen kërkesave profesionale, por të jenë edhe të kontrollueshëm nga Paria, sepse kjo nuk mundet të ndodh. Paria është një Pari hajnore e cila kërkon të vjedh. Nuk mungojnë njerëzit e përgatitur në Shqipëri. Ka ende shumë njerëz të përgatitur dhe do thoja edhe me integritet. Ne shqiptarët jemi popull i mençur dhe kemi përfituar arsimim shumë të mirë gjatë këtyre viteve. Ka shumë njerëz të mençur dhe të arsimuar mirë. Ama atyre ju jepen 2 zgjidhje. Ose të bëhen hajna bashkë me Parinë e Tiranës, duke shitur dinjitetin dhe nderin, ose të largohen. Nuk mund të rrinë, sepse në qoftë se do të rrinë, nuk do të jetojnë dot aty. Shumë ikin dhe jetojnë të trishtuar, por ama me nder në perëndim.
Disa të tjerë gjejnë zgjidhje duke jetuar pa zhurmë në qetësi, por atyre ju ka vdekur shpresa se do t'i rrisin fëmijët në një vend normal. Ndaj dhe përpiqen me çdo kusht që t'i largojnë të paktën fëmijët. Pra, Paria e Tiranës ka vrarë shpresën duke promovuar antivlerat, duke vendosur në pozicione kyçe idiotët e dobishëm dhe të padobishëm, maskarejt, hajnat, pleherat dhe jo të aftët, duke prishur çdo normë shoqërore dhe morale që na ka karakterizuar ne shqiptarëve prej mijëra vitesh. Ata kanë lejuar vetëm logjikën e hajnisë dhe poshtërsisë dhe maskarallëkut. Ndaj dhe njerëzit kanë humbur besimin tek ata, kanë humbur shpresën se me anë të tyre do të gjendet diçka më e mirë, do të ndërtohet diçka më e mirë. Ata që dinë janë të dëshpëruar. Ata që nuk dinë, nuk kuptojnë se çka po ju ndodh, ama e ndjejnë se si vend ne nuk jemi në rrugën e duhur, pavarësisht propagandës e gjithçka e tjetër. Ndaj dhe sot dua të theksoj që Paria e Tiranës ka lënë vendin djerë. Nuk ka shpresë brenda Parisë Tiranës. Ndaj dhe zgjidhja, siç e kam thënë më parë në këtë podcast dhe do të vazhdoj ta përsëris, nuk është thjesht që të shkojmë pas ndonjë klouni politik që del me karrige përpara kryeministrisë pa pasur ide të qarta se çfarë duhet bërë të tjera, as pas disa kobrave, të cilat nuk ngihen dot me gjakun e shqiptarëve, sa në pushtet aq edhe në opozit, por zgjidhja duhet me qenë një sistem i ri, të krijojmë një diçka të re. Nuk kemi nevojë të prishim gjithçka, nuk kemi nevojë të ndërtojmë gjithçka nga fillimi, nuk kemi ndërkohë ta presim nga të huajt, sepse në fundit kjo pari është edhe reflektim i joni. Duhet ta shohim veten në pasqyrë. Duhet të jemi të qartë me vetveten. Kjo pari është edhe reflektim i joni, i mos aftësisë tonë për të reaguar, i mos aftësisë tonë për t'ju kundërvënë kësaj parie. E pra ka ardhur koha ndoshta që nuk mban më ujë pilafi, deri dje pardje kemi bërë kompromise me këtë pari, shumica e njerëzve kanë bërë kompromise me këtë pari, kjo nuk mund të ecë më, sepse kjo pari po na çon drejt hunerës. Tani do të ndalem pak tek disa episode për t'ju ilustruar se si kjo pari po përpiqet të gënjej dhe ta mbush mjedisin publik me rrenat e saj për t'ju hequr vëmendjen nga dështimi i saj përplot. Le të fillojmë me qeverinë. Gjatë javës që shkoi, e gjithë Shqipëria u përmbyt. Shqipëria nuk u përmbyt sepse nuk ka zgjidhje. Shqipëria u përmbyt sepse të gjithë këta që kanë qenë në pushtet ka 35 vite që vetëm abuzojnë me territorin e Shqipërisë. Pse abuzojnë? Sepse abuzimi i ka lejuar të bëhen milioner dhe miliarder. Dhe bashkë me ta, një klasë oligarkike e cila nuk pyet për asgjë, nuk ka asnjë lloj parimi, nuk ka asnjë lloj ndjeshmërie ndaj asaj që është shqiptare, por përpiqet thjesht të marrë aq sa të mundet dhe ta lërë tokë të djegur çdo gjë që lën pas. Pra, përmbytjet në Shqipëri kanë ndodhur sepse ka pasur ndërtime pa asnjë lloj kriteri. Përmbytjet në Shqipëri kanë ndodhur edhe pse popullata në Shqipëri nuk është rritur, pra popullata është zvogluar. Këta kanë rekordin që si pari kanë zvogluar numrin e shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri. Kemi qenë rreth 3.3 milion kur dolëm nga regjimi komunist dhe sot jemi më pak se sa aq. Këta kanë një rekord të frikshëm për sa i përket hajnisë dhe për sa i përket abuzimit me çdo gjë. Pra, ndërtimet pa leje, ndërtimet pa kriter, ndërtimet pa plan, shitja e interesave të qytetarit, oligarkëve për 5 pare spec, siç thot populli, marrja e rishfeteve 10, 15, tani ka shkuar 20% të çdo lloj tenderi, kostot e jashtëzakonshme të çdo vepre publike që këta kanë, janë sigurisht dhe pa asnjë dyshim shkaktaret kryesore të këtyre përmbytjeve. Në Durrës, siç u evidentua nga rrjetet mediatike, janë mbyllur hidrovorët
për arsye korruptive. Tani mafia dhe krimi vendosin cilët hidrovorë funksionojnë apo nuk funksionojnë. Bandat vendosin që le të përmbyten njerëzit, sepse askush nuk ju del në mbrojtje njerëzve, askush nuk ju del në mbrojtje shqiptarëve. Kë merr në mbrojtje kryeministri? Veten e vet. Kë merr në mbrojtje kryeministri? Njerëzit e qeverisë së tij të korruptuar, të cilët përpiqet me anë të negociatave që është duke bërë me francezët, këta francezët gjithmonë na dalin në momente kyçe, për t'u kundërvënë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe agjendës së tyre për drejtësi, duke thënë që duhet një reformë penale. E tha tek podcasti i tij dhe mediat sigurisht pa asnjë lloj fryme kritike ja paraqiten. Duhet një lloj drejtësie penale, sepse tani më në fund çdo gjë tjetër e kemi zgjidhur, korrupsioni nuk ekziston në Shqipëri, siç e ka thënë disa herë edhe në BBC, është i njëjtë si në çdo vend tjetër, bile jemi shumë më mirë dhe duke mos pasur korrupsion tani na duhet që të krijojmë instrumenta garantistë. Jo mërë zoti kryeministër, jo nuk është ashtu. Jo mërë zoti kryeministër, problemi jeni ju. Problemi janë ata që ju vinë mbrapa ju. Problemi janë ata që ju shajnë ju. Bëjnë sikur ju shajnë sepse duan të vjedhin po aq sa ju. Ju jeni problemi dhe pa u larguar ju dhe gjithë ata dhe shpura e atyre hajnave dhe plerave që ju vinë mbrapa ju dhe që i shkojnë mbrapa marshallit të trustit të gështenjave, nuk ka për të zgjidhur puna e Shqipërisë, sepse ju nuk doni, jo se nuk dini. Ka specialist në Shqipëri. Çdo specialist i vjetër që ishte në Shqipëri që mund të ishte një burim thesaresh për nga dia, për nga njohja e territorit, jo vetëm që e keni larguar, por i keni nënçmuar, i keni përçmuar, i mbani larg. Ju doni modernen, ju doni firmat e huaja, ju doni që të hyni në analet si borgjezia e re, si nouveau riche, si të rit e pasur të Shqipërisë që e modernizuan Shqipërisë. Kështu i bëni edhe ato serviset mediatike duke ju dhënë kompanive të public relations të gjithë botës qindra e mira euro. Pra zoti kryeministër, vjen një kohë që natyra, zoti, ju jep faturën për me pagu. Kjo faturë ishin përmbytjet. Ju ka ndodhur ju, i ka ndodhur qeverisë më parshme. E në atë kohë ju keni pasur një mendim tjetër. Ja ta dëgjojmë çfarë thot Edi Rama për përmbytjet. Nuk ndodh për shkak të Zotit, nuk ndodh për shkak të harbimit dhe çmendimit të lumenjve. Shqipëria nuk qeveriset, sepse nuk ka në këtë vend një qeveri të shqiptarëve, ka vetëm një qet të kusarëve. Jo vetëm kaq, zoti Rama, por ju, kur kërkonit pushtetin e shqiptarëve, kur kërkonit votën, pra pushtetin me anë të votës së shqiptarëve, ju kishit plan për përmbytjet. Ju premtuat se sa po të vinit ju në qeveri, do të bënit një plan. Ja që keni thënë, zoti Rama, se ne nuk i harrojmë. Ja që keni thënë. Me një plan të ri, investimesh që adresojnë mbrojtjen nga përmbytjet, ne të mund të garantojmë këtë ndryshim rrojësor të buxhetit pa asnjë dyshim në dimrin e balluar. E pra, këtu kemi të bëjmë me një mashtrues tipik, me një mashtrues të pa fytyrë, një njeri që i thot vetes artist, por që nga arti nuk ka përfituar asnjë lloj ndjeshmërie, është një njeri që nuk e do popullin e vet, që gënjen çdo kënd dhe pa asnjë lloj mase për të realizuar pushtetin e tij si narcis që është. Ky është realiteti, zoti kryeministër, dhe kësaj ju nuk i përgjigjeni dot edhe po të doni. Një tjetër episod që dua të evidentoj sot është episod ndoshta pak i kaluar, se ishte në fund vitit kaluar, po nga që nuk kam folur për të dua të flas sot. Është çështja e pensioneve. Shtresat e pensionistëve, shtresat e më të dobtëve janë ata të cilët janë lënë më në mëshirë të fatit në për sa i përket këtij tranzicioni.
janë lënë në mëshirë të fatit sepse askujt nuk i dhimbset askush, nuk i dhimbsen shqiptarët. Dhe rrena e radhës e kryeministrit është se do të rriten pensionet. Ja çka thënë kryeministri për të promovuar, duke qenë plotësisht i friksuar nga reagimet e njerëzve, sepse e di që çmimet janë rritur, kosto i jetesës është trefishuar, qerat po rriten, ushqimet janë rritur, dritat, pra të gjitha këto pagesat e qytetarëve të përmueshme janë rritur në mënyrë të frikshme në vitet e fundit. Mirëpo, kryeministri kërkon që të gjithë ta njohim si njeri të madh, si njeri që po i ndihmon shqiptarët dhe flet me përqindje. Ja pra ç'thot. Pensionistët tanë, përveç se do të marrin këtë dhjetor, bonusin e fundvitit, duke filluar nga janari do të kenë një rritje tani më të shtrirë muaj për muaj, përmbi indeksimin e përvitshëm natyrisht. Konkretisht, sipas kategorive, në fund të mandatit duhet të arrijmë që pensioni mesatar të rritet si më poshtë. Pensioni urban me vitet plota pune të shkojë 40.000 lekë të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lekë të reja nga 15.850 lekë që është sot. Pensioni rural të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.500 që është sot. Pyetja që lind për zotin kryeministër është: po mirë more zoti kryeministër, nuk ke ndonjë specialist që të tregoj që kur flet për rritje duhet flasësh për krahasimisht me rritjen e kostove, krahasimisht me rritjen e çmimeve, krahasimisht me inflacionin real, jo atë që deklaroni ju duke manipuluar tregun e monedhave dhe gjithçka tjetër. Pra, nuk mund të flasësh dot si e ëma e zeqës majt fanës, zoti kryeministër. Nuk mund të flasësh dot për rritje pensionesh kur kostot e jetesës nuk përballohen dot, ku rritja e çmimeve është shumë më e madhe se sa rritja e kostos. Kështu siç flisni ju, ka folur dikur krye pretendenti i opozitës, i cili thonte ne rrisim pensionet. Sepse ju të dy bashk mendoni se shqiptarët hanë, se shqiptarët mbajnë. Kaq din këta. Hama se ka të ndarë të ndyrë janë këta. Pisa janë këta. Kaq meritojnë këta. Jo, zotëri, jo. Shqiptarët duhet të qeverisin nga një njeri që e dashuron popullin e vet, që e don popullin e vet, që bën më të mirën. Nuk ka zgjidhje të menjëhershme. E kuptojmë të gjithë ne këtë. Jemi të gjithë të vetëdijshëm. Ka specialistë plot të cilët kanë një rrugdalje, ndoshta jo me një herë, po për disa vite, por jeni ju, mungesa e vullnetit tuaj, mungesa e vullnetit atyre që duan t'ju zënë ju karrigen, që nuk e lejojnë këtë. Kjo është realiteti, kjo është e vërteta, zoti kryeministër. Tani do t'i kthehem pak kryepretendentit. Kryepretendenti, jashtu quajtur kryetari i opozitës, vazhdon me foltore. Normalisht njerëzit kur janë në hall bëjnë atë që dinë të bëjnë më mirë. Dhe këtë zhurmën, kaosin dhe zallamahin kryepretendenti di ta bëj shumë mirë. Pra ka një foltore ku shkojnë 30 vet, 50 vet, 100 vet, të cilët janë shumë të kënaqur, të cilët ngazëllehen kur lideri i përjetshëm del dhe bën batuta, si duç janë vaktet, dhe flet kinse po bën opozit. Dhe ja ta dëgjojmë se çka thënë në një nga foltoret e tija gjatë këtij fillim viti, dhe në fakt shumë kush që e sheh thot po mirë, më çat keq e kanë, nuk po thot në një gjë të pavërtet ky, se në fakt qeveria e këtyre që janë në pushtet sot kanë krijuar një sistem të jashtëzakonshëm vjedhje dhe të paturpshëm vjedhje dhe kanë lënë shtetin në dorë të sindikatës ndërkombëtare të krimit. Pra, le ta dëgjojmë çfarë thot kryetari i përjetshëm i Partisë Demokratike, pretendenti për kryeministër, i cili duket sikur po përpiqet t'u jap shpresë atyre pak njerëzve që e ndjekin, sepse e di që kanë firuar një pjesë e madhe dhe shumë pak kush i beson marshallit të trustit të gështenjave. Po le ta dëgjojmë. Një lloj si Maduron,
edhe ti në sallën e gjyqit do përfundosh. Bashkë me lindat, Belit, Lubit dhe të gjithë suitën tënde. Shumë mirë. Shumë mirë, tha. Ka një stil të vetin mediatik, ku gjithse kujt i jep nga një nofk, që është një stil që funksionon në politik dhe është një stil shumë efektiv, shumë efikas. Në rregull, mirë po, ka ca nga ne të cilët nuk harrojnë. Ka disa prej nesh të cilët mbajnë mend se si dikur i njëjti personazh, i cili sot është në aleancë të plot me Partinë e Lirisë, i cili sot ulëret dhe çirret për të drejtat e Ilir Metës, i cili është në burg tani më, që kishte mendime të tjera, që kishte të tjera akuza për Ilir Metën, dhe mbasi ta dëgjojmë do t'ju them se pse atëherë kishte akuza dhe sot e ka mikun më të ngushtë. Le të dëgjojmë çfarë thonte Sali Berisha për Ilir Metën në 2001. Por Partinë Demokratike Ilir Meta është njeriu që përfaqëson klanin më të rrezikshëm të trafiqeve në Shqipëri, të trafikut të drogës, të trafikut të fëmijëve, të trafikut të vajzave të mitura. Historinë e vendit, ky mbetet njeriu që me bandat e tij ngjiti Shqipërinë në krye të listës së vendeve të globit, të planetit, në trafiqet e sklerëve të seksit, fëmijëve dhe vajzave, të drogës dhe armëve. Meta është njeriu që ndërtoi pushtetin e tij mbi krim, trafiqet, korrupsionin e organizuar. Ndaj dhe dhënia e Shqipërisë, rikthimin në Shqipëri një kryeministri legjitim, mbetet obligimi madhor me absolutin shqiptarëve, i shumicës tyre që votuan kundër tij, kundër pushtetit tij të krimit dhe të korrupsionit, i atyre që bëhet besojnë në vlerat e demokracisë. Ja pra të dashur miq, se çfarë mendon realisht Sali Berisha për Ilir Metën? Ose jo, ose mendon që është një nga njerëzit që i duhet demokracisë. Ne nuk e dim, nuk mundemi ta dim, sepse Sali Berisha thot atë çfarë intereson atij për momentin. Dhe pastaj, kur përballet me ndonjë gazetar, shumë pak janë, që kanë aftësitë për të mbajtur mend, dhe së dyti kanë kurajën për ta pyetur për rrenat e tij të vazhdueshme, dhe kur e pyesin gazetarët, atëherë ai përgjigjet, po mirë, mo tani limonata elektorale ishin ato, çfarë do bëjmë tani? Ishte kështu ishin punët atëherë. E di cilët ishin punët. Punët ishin që atëherë Ilir Meta ishte kryeministër. Pra, pretendenti i përjetshëm donte që t'i zinte vendin. Tani që vendin nuk e ka më Ilir Meta, tani më që vendin e ka Edi Rama duqe e Surrelit, atëherë ai anatemon duqen e Surrelit. E pra, këto janë gënjeshtrat që ai i thot sepse i interesojnë, sepse do thjesht kapi pushtetin. Nuk ka asnjë lloj interesi që të prishet sistemi hajnor, të cilin këta e bashkëndajnë. Në këtë sistem hajnor, pavarësisht se këta marrin pakicën, nuk marrin shumicën. Shumicën e madhe e merr qeveria e atij që kërkon tani më që të na risjell garantizmin penal dhe të punoj me autoritetet franceze për ta bërë këtë punë. Mirë po, këta marrin pjesën e tyre. Të gjithë deputetët që janë në parlament sot nuk ju është paksuar pasuria. Të gjithë deputetët kanë zbuluar aftësi biznes bërse kur kanë qenë në qeveri. Ju janë shtuar pasuritë, ju janë shtuar bizneset, kanë marrë disa tendera, vetë familjarët e zotërisë kanë marrë tendera në mes Tiranës me anë të ndërmjetësve të tretë, të katërt, të cilat janë më të diskutuara gjerësisht në media. Pra çfarë besueshmërie mund të ketë ky njeri që në këtë moshë të shtyr nuk e ka fare problem që të dalë të thotë të njëjtat gjëra që ka thënë për Ilir Metën, për Fatos Nanon, për gjithçka tjetër. Me që përmenda Fatos Nanon, ja se si përgjigjej për Fatos Nanon, ja se si tallej me njerëzit për Fatos Nanon, kur Fatos Nanon nuk ishte në pushtet. Pra, këtu shihni dhe në shprehjen e tij të fytyrës, shihni atë që ata kanë një lloj
bashkëveprimi në çdo rast, edhe kur janë kundërshtar. Shikoni ju lutem. Në fakt, nuk e gjetë krejtësisht po të përdor një term gafil, masi nuk kam menduar fare për te. S'kam menduar, po duhet të kem, që të kem diçka duhet të kem menduar për te. Sa të kem unë për atë që s'kam menduar. Ja pra, se çfarë mendon Sali Berisha për Fatos Nanon, kur Fatos Nano nuk është në pushtet. Kur ishte në pushtet, ishte kryetari i klanit të Zemunit, e ishte një kriminele, që i bandave të tjera. Kjo pra është mënyra e tij. Për sa kohë që atij duhet pushteti, ai i vendos vula të qena dhe të paqena gjithkujt, sepse nuk ka problem, realiteti nuk e ka problem të vërtetën. Po ashtu si kundërshtari i tij, i cili nuk e ka fare problem të vërtetën, edhe ai të njëjtën mënyrë ka përdorur për të ardhur në pushtet. Mirë, po ka edhe një aspekt tjetër. Është edhe një aspekt tjetër ku i cili meriton vëmendje, sepse nuk flitet shumë. Krye pretendenti është ende i hetuar për një aferë dhe ka hetime për disa afera të tjera, të cilat ende nuk kanë mbërritur aty ku ai të përballet me spakun. Dhe ai në atë videon që ju tregova më parë flet për drejtësinë që po e pret. Do të ulet në bankën e të akuzuarve. Pra, tingëllon sikur ky zotëri, ky politikan i madh i Shqipërisë, e mbështet drejtësinë, kërkon që drejtësia të jetë e pamëshirshme ndaj atyre të cilët kanë vjedhur popullin e vet. Dhe unë do isha dakord. Përkundërzi, duhet vendosim dënimin me vdekje për ata që kanë vjedhur miliona, që ta mendojnë mirë përpara se sa të vjedhin popullin shqiptar. Mirë, po i njëjti person, i cili sa po bëri gallat me ata që kënaqen dhe shkrihen me shakat e kripura të Duçes, i njëjti person shikoni se çfarë thot kur ka dalë në fillim të janarit nga prokuroria e posaçme, ku ai është detyruar të shkojë çdo muaj për të paraqitur, për masën e sigurisë detyrim paraqitje. Dëgjoni. Këtu në lash këtë shënim, në skap lash këtë shënim, Altin Troplinit, pajës së skapit, e mbeti ati, i ka vura unë, që kure falis atë Troplinin, Elvis Doçin, a i ngeli paja i skapit. Armiku të pluralizmit politik dhe avokatit të Mek Gonigalit, me garanci se krimet e tij nuk do mbeten pa ndëshkim në meritur ligjor. Sali Berisha. Data e të gjitha. Tani, natyrisht, ma sollate, bjerë pak s'po. Natyrisht, këtu kryefjala, edhe unë e kuptoj se të gjithë unë lexoj në sytë tuaj që e keni Ramadurën tani. Atë po prisi ju se çdo të them unë për Ramadurën. Po unë do them ato që ka thënë Ramaduro vetë. Ja pra të dashur miq. Kjo është paria e Tiranës. Një pari e diskredituar. Një pari të cilën e ndjekin vetëm interesaxhinjt, maskarejt dhe ata që duan të përfitojnë prej saj. Një pari e cila nuk ka më besueshmëri, nuk ka më legjitimitet, një pari që e njohin dhe të huajt, po që e tolerojnë për arsyet e veta gjeostrategjike, një pari të cilës i ka ardhur fundi i vajt të kandilit. Këta nuk munden me qenë zgjidhja. Këta janë thjesht propagandist, këta janë thjesht hajna, këta janë thjesht kriminal dhe këta janë të gatshëm që ta çojnë vendin në përplasje përpara se sa të lëshojnë për të mirën e atdheut, për të mirën e kombit, për të mirën e të gjithë shqiptarëve. Ndaj keni kujdes, këtyre nuk ju besohet. Tema e dytë që dëshiroj të trajtoj sot është Kosova dhe çështja ose marrëdhëniet ndërkombëtare
siç ekzistojnë sot, pra marrëdhëniet në botë sot. Njëra nga çështjet që u bë jashtëzakonisht shumë mediatike ishte çështja e Venezuelës. Shumë u fol për të. Venezuela ishte thjesht një shembull i influencës rajonale ose i hegemonisë rajonale që ushtron një fuqi e madhe si Shtetet Bashkuara të Amerikës në hemisferën perëndimore. Është një fuqi që e ka ushtruar gjithmonë, që e ka të paktën teorizuar që nga koha e ish-presidentit Monroe dhe tani po e rishpërfaq për arsyet e veta gjeostrategjike. Mirë po, kjo nuk duhet parë thjesht siç e pa ndonjë studiues cektësisht si një çështje ligjit ndërkombëtar apo çështje të tilla të cilat nuk kanë të bëjnë shumë me atë që është realiteti i marrëdhënieve ndërmjet shteteve. Thërrje e ligjit ndërkombëtar dhe Je kundër? Po. Dhe është një president jashtëzakonisht i rrezikshëm që vihet në cënimin e sovranitetit të një vendi. Pse është precedent? Se mund ta bëjnë dhe në një vend tjetër? Mund ta bëjnë ku duan. Si shko ka një kryetar shteti kështu edhe merr atë sigurisht hajdut mes natës, merr kryetarin e një shteti tjetër peng. Çfarë është kjo? Aty ka ligj ndërkombëtar, ne kemi OKB-n, kemi institucion, ne kemi procese diplomatike, po çfarë përtojnë njerëzit gjithë. Ishe dakord që ta bënin me Enver Hoxhën në vitet 50 dhe mos ta bëjnë tani me Maduro. Në vitet 50 nuk kanë qenë fare këto sepse deklarata e Kombeve të Bashkuara është bërë në 48-ën, Enver Hoxha flitet në 46-ën, kështu që është komplet kontekst tjetër historik. E para. E dyta, ne kemi zhvilluar ligjin ndërkombëtar, e kemi zhvilluar kush ta isha dakord? Nuk e di unë. Ne kemi zhvilluar ligjin ndërkombëtar dhe kemi zhvilluar për një arsye të caktuar. Diplomacia është aty. Po isha kundër, por nuk do të thënë se ti je kundër Enver Hoxhës, nuk do të thënë se ti je dakord me çdo që vjen edhe merr Enver Hoxhën natën nga gjumi. Duket domethënë, ai ta bën edhe ty nesër. Pse ku e kemi ne gjithë? Po, të thënë që vjen merr Tirana këtu dhe ty mua aty kush tjetër, domethënë si e besoj? Kjo është çka. Pse gjërat duhen parë me pak distancë, nuk bëhen me shembull që po ky po ai, po Hitleri, po Enver Hoxha, po Stalini, po kështu. Ka një ligj ndërkombëtar, ka procese diplomatike, ka sovranitet, ka rregulla. Bota këto rregulla i ka bërë për të shmangur ndërhyrjet arbitrare të individëve në fatet e kombeve, të historive, për të shmangur konflikte akoma. Kjo duhet parë me situatën përreth, pra duhet parë në kontekstin e situatës përreth. Sigurisht që kur nuk ka konflikte, kur nuk ka konkurrencë të madhe midis disa fuqive ose të paktën dy fuqive, sigurisht që ligji ndërkombëtar është ajo me të cilën kombet dhe shtetet bashkëjetojnë dhe qeverisin sistemin ndërkombëtar. Mirë po, kjo funksionon vetëm në pika të caktuara të sistemit ndërkombëtar, sepse ka pika të tjera ku sistemi ndërkombëtar çon detyrimisht drejt përplasjes për shkak të interesave të secilit shtet. Pa i hyrë shumë teorisë, doja thjesht që thoja që ajo që duhet na interesojë nga ndërhyrja në Venezuelë është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç u e kam thënë përpara në disa intervista, por do ta them edhe në këtë podcast, nuk kanë për të parë në sy askënd në qoftë se ju kërcënohen interesat e tyre ose në qoftë se ju cënohen dhe preken interesat e tyre. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë është që duket, pavarësisht se nuk është shpallur, se kemi një përpjekje të shteteve të mëdha për të shmangur konfliktin e hapur midis tyre, sepse konflikti ndërkohë, konflikti botëror ka filluar dhe është një konflikt që me intensitet diku më të ulët e diku më të lartë vazhdon. Por sigurisht që janë duke u përpjekur shtetet e mëdha, fuqitë e mëdha që ta evitojnë një luftë midis tyre, duke shtrirë hegemoninë rajonale, duke u deklaruar hegemon rajonal, mirë po asnjëherë nuk është kaq e thjeshtë se sa duket, sepse ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vënë çizmen mbi rajonin e tyre, do të jetë shumë më e vështirë që të lejojnë Kinën ose edhe Rusin që të kontrollojnë rrugët detare, lundruse në Atlantik e më gjerë, ndaj dhe përveç Venezuelës diskutohet shumë Groenlanda, e të tjera, dhe kjo nuk duhet parë me syrin e Bashkimit Evropian apo me syrin e sovranitetit e të drejtës ndërkombëtare të tjera, duhet parë cilat janë interesat imediate të menjëhershme të një fuqie të madhe si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe siç e shihni në
fotografinë që kam nxjerr më sipër, janë kanalet lundruese detare që çojnë në detin e veriut dhe në detrat e veriut, të cilat janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme dhe nuk mund të lejojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që këto të jenë ose të pakontrolluara prej tyre ose të kontestuara. Ndaj dhe do të dëgjoni për ditë më shumë për sa i përket Groenlandës. Po, çdo të thotë kjo për ne shqiptarët. Pikë pari duhet të jemi të qartë që nuk jetojmë më në shekullin e 20 dhe situata ndërkombëtare, siç e thash, ka ndryshuar. Çështja kryesore që na përket ne shqiptarëve është çështja kombëtare shqiptare, e cila është ende e pazgjidhur. Çështja kombëtare shqiptare mbetet njëra nga çështjet më të rëndësishme, kyçe për paqëtimin dhe sigurinë në rajonin ton. Dhe në këtë kuadër duhet shohim edhe arrestimin e ish presidentit Venezuelës, i cili ishte njëri nga drejtuesit një kartelit madh të drogës, me lidhje në Kubë, në Meksik e të tjera, nuk përmenden kot ato dy shtete, por na duhet ta shohim në sy realitetin për sa i përket interesave të menjëhershme, imediate të shqiptarëve, por dhe atyre afatgjata tona. Siç e dini, unë besoj fort që çështja kombëtare shqiptare duhet të zgjidhet me një bashkim të gjithë shqiptarëve që dëshirojnë nën një shtet kombë të shqiptarëve. Pra, ky duhet me qenë dhe ky është për çdo kombëtaris shqiptar objektivi afatgjat. Mirë po, ka ndryshuar, siç e thash, situata, ka ndryshuar kahja e sistemit ndërkombëtar, kemi një theksim të realizmit dhe një kontekst të ri ndërkombëtar. Siç e thash më sipër, bota është tani më në fillimet e një lufte botërore, pavarësisht se të gjithë po përpiqen ta evitojnë aq sa munden. Të gjithë e dinë dhe të gjithë flasin në zë në për specialistët dhe profesionistët, por askush nuk don me dalë publikisht. Njëra nga arsyet është që të mos panikohet publiku. Siç e thash më parë, lufta ka disa vite që ka filluar me intensitet dhe intensiteti fatkeqësisht është në rritje dhe specialistët është e qartë se ku po shkohet. Njëri nga specialistët shqiptar të cilit nuk i njihet aq shumë kontributi, për fat keq, është profesor Shenasi Rama, i cili ka paralajmëruar në 2015 në një emision tek Ora News se si po rriten ngjarjet dhe se si duhet të pozicionoheshin shqiptarët asaj kohe, ndikimin rus e të tjerë. Rusia si shtet ka disa interesa strategjike që janë prioritare dhe dytësore. Në interesa strategjike prioritare janë natyrisht Ukraina, Azia Mesme, Azia Qendrore edhe vendet Balltike, po manena kur zjarrohet rrethi e shikon që në interesat dytësore, tretësore të Rusisë, mesin shtete si Serbia, Maqedonia, Malizi e ndërtohet edhe ne. Edhe pavarësisht se në këtë vend nuk flitet fare, këtu ka një politikë konsekuente ruse që shtrihet në gjitha fushat, edhe ka vazhdu pa ndërpremje. Për sa vite, edhe që punohet me intensitetin më të madh për blerjen e aseteve strategjike nëpërmjet partnerëve dorë shtrejt, Zviceranë, tjetri, për influencën kulturore që këtu është jashtëzakonisht e madhe, ose nëpërmjet njerëzve të edukuar, të themi në Rusi ose më pas, të lidhjeve ekonomike kriminale që këtu janë të jetë theksuara, të lidhjeve të interesave të themi edhe ideologjike e strukturore të tjera. Shteti shqiptar është një shtet që nuk rrezikohet nga Shtetet e Bashkuara. Por rreziku i vërtetë do t'i vijë nga kërkesa dhe nga lista e kërkesave që do të paraqes presidenti rus. Në varësi të kërkesave tia, do të vendosen edhe disa gjëra tjera që për ne mund të jenë etike, shumë të rëndësishme, për tjerë më pak të rëndësishme. Prandaj na mund të përfundojmë që në aspektet caktuara do të ketë negociata, marrëveshje, ka shtete që janë të hapura për të dy palët, për një palë, ka shtete që janë të mbyllura e tjera. Por kur je një shtet i madh si Shtetet e Bashkuara dhe ke interesa jetike, ato interesa jetike mesin jetike. Ne behim të interesat jetike të Shtetet e Bashkuara? Po, në vartësi, shiko, Shqipëria është një shtet që ka mbartësit shumë fishta. Në lidhje me anën strategjike, ushtarake dhe politike,
ne jemi jo vetëm një partner i Shteteve të Bashkuara, por jemi një shtet që kemi nënshkruar marrëveshje të cilat besoj zoti ministër i din më mirë se shumë të tjerë, që shpesh edhe nuk janë të njohur aq mirë, që i kthejnë Shtetet e Bashkuara në garantuesin edhe të ekzistencës së këtij shteti. Një. Në lidhje me ligjshmërinë edhe me anën ekonomike, pyetja që ju i drejtuat zotit Crawford nuk ishte e duhura. Shtetet e Bashkuara kanë përsipër këtë, por vendet që janë më afër janë supozuar që të jenë garantues të themi të lidhjeve të mirëfillta ekonomike, të ligjshmërisë edhe të strukturave të themi të shoqërisë edhe me gjërë. Vende që kanë bënë si Gjermania, Italia, por edhe Greqia në bazë të influencës. Pyetja ime ishte direkte, sa janë investime direkte amerikane, nuk Pra, ishte lidhje me... për atë sa ka interesa jetike Shtetet e Bashkuara në këtë vend, edhe interesat janë jetike, vetëm të mendosh kërkesat për inspektime që bën rusët, nevojën për rrugën e kombit, investimin e jashtëzakonshëm që Shtetet e Bashkuara kanë bënë në Kosovë, në Shqipëri e tjerë, jo vetëm me reforme, sapo po diskutonin për blindat që erdhen, për mbështetjen për ushtërinë shqiptare e tjera, janë gjëra që njerëzit nuk i shohin, ndoshta nuk i dinë mirë, por duhet me ditë që ka një interes të vazhdueshëm. Ky është një vend që për aq sa ka peshë, ka vlerë shumë të madhe për në lojën strategjike në mesdhënë. Të tjerë. Në daljet tona kemi theksuar vazhdimisht e shpesh herë se shqiptarët jemi fatkeqësisht më të papërgatiturit në rajon, ndërkohë që Serbia ka vite dhe Greqia ka vite që përgatiten për luftë për armatime, ne gjendemi në një udhkryq tejet të rrezikshëm. Do të kishte shumë për të thënë për parinë e Tiranës, për rolin e saj vrastar kundrejt mbrojtjes, i cili vazhdon sepse ende sot vidhen pronat e ushtrisë. Do të kishte shumë për tu thënë për atë që i është bërë ushtrisë shqiptare, por kjo do të mbetet për një diskutim tjetër. Sot dua të kufizohem tek një pjesë e kombit që preket drejt për drejt, ceket drejt për drejt nga ndryshimi i situatës ndërkombëtare dhe kjo është Kosova. E kam shprehur më parë që Kosova ka rol kyç në zgjidhjen e çështjes kombëtare shqiptare për disa arsye, por njëra nga arsyet kryesore është se me ardhjen në fuqi të një parie anti-shqiptare, grekofile, serbofile në Tiranë, boshti i kombit është zhvendosur dukshëm nga Tirana drejt aksit Prishtinë-Shkup. Atje janë energjitë intelektuale të kombëtarizmit shqiptar, jo më në Tiranë. Tirana është kthyer në një çerdhe kozmopolite, maskaresh dhe hajnash. Mirëpo Kosova pra mbetet një vend, një çështje jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, jo vetëm për çështjen kombëtare shqiptare, por edhe zgjidhja e çështjes së pavarësisë së saj si një hap fillestar për atë që ne shqiptarët kërkojmë. Pra, ajo që duhet të jetë është duhet ishte një zgjidhje e çështjes së Kosovës në kontekstin ndërkombëtar. Kosova është tani më një vend i pavarur, po duhet që Kosova të ketë njohje ndërkombëtare nga sa më shumë vende, në mënyrë që të mos vihet më në dyshim ekzistenca e shtetit Kosovës, që armiqtë tanë si Serbia dhe Greqia vazhdojnë ta vendosin në pikpyetje me sulme të vazhdueshme, të cilat fatkeqësisht do të shpeshtohen fatkeqësisht. Të flasim pak për situatën politike, thjesht përciptasi, sepse populli i Kosovës rikonfirmoi një shumicë dërmuese se i beson Albin Kurtit. Mirëpo, si në çdo çështje politike ka disa aspekte. Gjëja kryesore është që ne nuk e dim ku kërkon me shkuar Albin Kurti. Albin Kurti në fillimet e karrierës së vet politike mori një rrugtim të duhur, ishte si kundër balanca, kundër pesha, ndaj teprive të atyre që ishin komandantët e luftës. Në përgjithësi, Hashim Thaçi mbetet një nga figurat kryesore me rol kryesor të pamohueshëm në historinë e Kosovës. Dhe si i tillë, burgosja e tij e tmerrshme është njëra nga padrejtësitë më të mëdha të kësaj periudhe.
Tani, si të gjithë udhëheqësit e pas luftës, ashtu si çdo udhëheqës që ka mend në kokë që do të fitojë zgjedhjet në Kosovë, Albin Kurti ka përdorur dhe përdor retorikën nacionaliste. Mirëpo, në politik ka rëndësi se çfarë thua, po ka akoma dhe më shumë rëndësi se çfarë bën. Albin Kurti nuk është as djalli, as zoti, ka të mirat dhe defektat e veta si çdo politikan. Mirëpo politikanët duhen vlerësuar në bazë të veprimeve të tyre. Populli i besoi, zgjedhjet kanë përfunduar dhe nuk është rasti që ne tani të flasim për çfarë është bërë gabim në të kaluarën, por unë mendoj që Albin Kurti tani më ka detyrimin që të sillet me përgjegjësi kombëtare. Ashtu siç duhej, ashtu siç e vlerësonte në atë kohë bashkimin e tij me të gjitha forcat kombëtariste ose kombëtare në Kosovë në atë periudhë profesor Shinasi Rama. Dhe kjo është ajo që unë do të doja të thoja për sa i përket Kosovës. Është një moment të delikat. Kosova e ka humbur përparësinë kundrejt Serbisë. Evropa tani më është haptazi pro Serbisë, është haptazi pro interesave serbe. Ndoshta kanë qenë gjithmonë ashtu, po thjesht nën trysninë e forcës amerikane nuk kanë mundur ta thonë. Ne jemi jashtëzakonisht shumë të rrezikuar. Kosova rrezikohet për disa arsye. Në radhë parë, sepse për shkak të pragmatizmit realist të politikave të reja amerikane, nuk është jashtë mendjes që Kosova të përdoret si një material shkëmbimi në marrëveshjet e mëdha ndërkombëtare. Shtetet Bashkuara të Amerikës intereson më shumë që ta tërheqin Rusinë si aleat, se sa të mbrojnë sovranitetin e plot Kosovës. Pra nëse duhet që një pjesë e Kosovës në Zajednicën ose në një marrëveshje që do të ishte vrastare, siç është marrëveshja e Ohrit, të cilën Albin Kurti me gjithë retorikën e vet nacionaliste e ka nënshkruar në trysninë ndërkombëtare, atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bënin trysni, do të ushtronin trysni kundrejt shqiptarëve për të bërë lëshime. E në ato raste duhet që klasa politike të jetë e gjitha e bashkuar me qëllimet dhe objektiva të përbashkëta. Për këtë arsye, është e domosdoshme sipas meje që qeveria e Kosovës të vihet në ballë të është në turpin e saj që qeveria e Kosovës nuk është shprehur për gjykatën e Hagës. Është në turpin e saj, sepse interesat e veta politike nuk duhet dilnin mbi atë që është e drejta për kombin shqiptar. Është një fars që ka 5 vjet që një njeri që është paraqitur dhe një grup njerëzish, jo vetëm ai, po një grup intelektualësh, një grup njerëzish që luftuan përveç se po akuzohen për gjenocid nga gjenociduesit vet, nga ata që e kanë provuar 4 herë gjenocidin kundrejt shqiptarëve nga serbët, nga ata të cilët e kanë në akademinë e tyre të shkencave si parim themelor shfarosin e shqiptarëve. Pra, përveç se janë një gjykat që i ka gjykuar me faktet e këtyre gjenociduesve, tani më kanë 5 vjet në para burgim njerëz që janë paraqitur vet. Njerëz që janë paraqitur vet. Albin Kurti e kishte mundësinë, nuk e ka bërë, por gabimet e të shkuarës janë të kaluara tani më. Tani ai duhet ta ndjejë veten të sigurt, sepse ka një fuqi politike, por fuqia politike nuk është gjithçka. Kosova është një vend pa sovranitet, këtë duhet ta kuptoj. Sovraniteti i Kosovës varet krejtësisht dhe totalisht nga mbështetja ushtarake dhe politike e Shtetet e Bashkuara të Amerikës pikëpari, por dhe e Bashkimit Evropian deri në një farpike. Pra, çështja e Kosovës duhet të jetë primare për secilin prej nesh, dhe zoti Kurti ka detyrimin që të mendoj si kombëtar, si përfaqësues i kombit tani më, dhe jo si përfaqësues thjesht i një grupimi politik vetvendosja, i cili në bazën e vet ideologjike ishte krejtësisht jashtë çdo lloj kornize ndërkombëtare, sepse vetvendosja është një parim që ka përfunduar me krijimin e OKB-s në vitin 1948. Procesi i vetvendosjes për sa i përket sistemit ndërkombëtar konsiderohet i mbyllur në vitin 1960. Këto lloj principesh të ndërkombëtarizmit proletar apo globalizmit interproletar janë principe që nuk vlejnë në realitetin e marrëdhënieve ndërmjet shteteve. Zoti Kurti tani më ka
eksperiencë, ka përvojë si kryetar shteti, unë besoj që i di, unë besoj që ka bërë disa gjëra të drejta, unë besoj që ka njerëz brenda forcës politike të Zotit Kurtit që janë atletarën me mish e me shpirt, të cilët duhet ta shtyjnë të bëjë gjën e dur. Duhet ta shtyjnë që të krijojë një bazë sa më të gjerë politike ku të mbështetet në këtë përballje, në cilën të gjithë ne jemi të gatshëm ta mbështesim, por duhet që Zoti Kurti pikë pari të mos sillet si padroni i Kosovës, por të sillet si udhëheqës i Kosovës. Zoti Kurti duhet të sillet si një njeri i cili ka pikë pari interesat e Kosovës mbi vete. Ka ende kohë, por koha është shumë e shkurtër me mish. Megjithatë, tani është koha e kompromiseve politike. Sigurisht që Tirana luan një rol negativ, sigurisht që Edi Rama luan një rol negativ, por unë jam jashtëzakonisht shumë i zhgënjur nga afria e Zotit Kurti me Sali Berishën, nga afria e Zotit Kurti me njerëz, pra përdorja e fuqisë që i kam dhënë popullit Kosovës për të konsoliduar vetveten. Nuk mundet me qenë qëllim vetvete, nuk mundet Zoti Kurti ta bëjë këtë, nuk mund ta vendosi veten në një pozicion të tillë që të bëhet i pazëvendësueshëm, sepse siç duket këtë po kërkon të bëj, pra të bëhet i pa zëvendësueshëm dhe i pathyeshëm karshi ndërkombëtarëve, që ata të arrin të merren me të dhe ta pranojnë. Por sipas gjitha gjasave, Zoti Kurti do të ketë një marrëdhënie të vështirë me aleatin ton kryesor, me aleatin ton më të rëndësishëm që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pikërisht për këtë, Zoti Kurti duhet të mendojë një zgjidhje jo për të ruajtur pushtetin, jo për t'i dhënë njerëzve të tij atë që ata i kanë kërkuar, favore politike apo të tjera, por për të shpëtuar Kosovën nga një pozitë e vështirë, nga e cila nuk mund të pretendohet të dilet me propagandë, sepse atë që njerëzit të cilët bërtasin për babën e han, Zoti Kurti e di që nuk është e vërtetë. Zoti Kurti e di që ka një pjesë teatër politika, po ka dhe një pjesë reale. Dhe atë pjesën reale ai besoi se e ka provuar mbi kurriz, u besoi se ka njerëz të cilët e duan Kosovën që ja kanë thënë, besoj që ka njerëz nga Amerika që ja kanë thënë, besoj që janë aktivizuar shumë kanale të cilat ja kanë bërë të qartë që duhet të përballet me vështirësi. Kjo duhet kemi kujdes. Unë nuk po them që Zoti Kurti duhet të bëjë gjithçka që i thotë qeveria amerikane. Përkundrazi, unë po them të kundërtën. Unë po them që në mënyrë që Zoti Kurti të ketë mundësinë dhe fuqinë politike të përballet me vendime të vështira, me situata të vështira, duhet të ketë një konsensus, një baraspesh politike dhe sidomos me krahun e luftës. Nuk mund të ketë Kosovë pa krahun e luftës. Le të lodhet sa doj Zoti Kurti. Kjo është koha që ne të përpiqemi të bashkojmë edhe me ata me të cilët ndoshta nuk kemi dëshirë të bashkëpunojmë, sepse nëse nuk bashkëpunojmë me shumë gjas në këtë përballje, këtë përpjekje, këtë betejë mund edhe ta humbim. Dhe kjo do të ishte tragjike, dhe kjo do t'i mbetej mbi kurriz dhe mbi krye Albin Kurti. Dhe Albin Kurti nuk besoj që dëshiron që ta ketë këtë, pavarësisht se shumë prej mbështetësve të tij vinë nga qarqe tetiste të tjerë, të cilat mund edhe të kënaqen me rihyrjen e Serbisë në Kosovë. Mirë, po ka dhe atletarë brenda partisë tij. Ka dhe shumë njerëz që i kanë besuar realisht. Pjesa më e madhe e njerëzve që i besojnë vetvendosjes duan që të përfitojë kombi shqiptar. Dhe kjo do t'i mbetet, do të ishte e tmerrshme edhe për atë personalisht, nëse kostoja për këto gabime t'i ngelet Albin Kurtit. I bëj edhe një herë thirrje që të mendoj më së gjeri, të mendoj për një qeveri të gjerë, me bazë të gjerë politike, të shpëtimit kombëtar, të shpëtimit Kosovës, në mënyrë që të ketë pastaj mundësi të manovroj në marrëveshjet e ardhshme me ndërkombëtarët ose në negociatat e ardhshme me ndërkombëtarët. Dhe tani, siç u premtova,
dy fjalë mbi atë që unë e quajta afera Lea. Ishte një vizitë e një profesoreshe të London School of Economics, e cila ka shkruar 2 libra mbi shqiptarët, dhe veprimi së cilës nuk duhet gjykuar thjesht nga pikpama profesionale. Unë personalisht nuk besoj që ajo ka ndonjë arritje shumë të madhe profesionale. Ka shkruar 2 libra të lezetshëm, të cilat kapin tema egzotike për ambientet e pluhurosura akademike, por përveç kësaj, përtej kësaj, zonja ka bërë dalje publike, zonja është pjesë e kulturës shqiptare, është shkrimtare diku mbi mesataren sipas gjykimit tim, pra shkruan lezetshëm, shkruan bukur, por nuk shoh që të ketë hapur ndonjë teori të re, nuk shoh që të ketë krijuar ndonjë diçka në lëmin e dijes, thjesht ka marrë historitë dhe ndodhirat e asaj që është historia e familjes saj dhe i ka përdorur për t'i treguar në një mënyrë të këndshme dhe e cila e bën një mbrëmje letrare të këndshme për t'u dëgjuar. Kjo nuk ka të bëjë, nuk duhet të hedh poshtë atributet e saj akademike, ato ja ka njohur London School of Economics, kështu që ajo ka vendin e saj. Duhet të thënë që në Shqipëri zakonisht egzagerohet, ashtu siç egzagerohet me lëvdatat, egzagerohet edhe me sharjet. E megjithatë, ka disa dhjetra ose të paktën disa qindra shqiptarë që kanë doktoraturën, shumë prej tyre japin universitete të mëdha amerikane me rezultate akademike të konsiderueshme në të gjitha fushat. Kështu që nganjëherë do duhet t'i vëmë gjërat në kontekst, zonjës që është bërë shumë publicitet. Unë mendoj që publiciteti që u bë zonjës kishte 2 arsye. Arsyeja e parë ishte se ajo kishte një lloj pritshmërie, kush e di se ç'i kanë premtuar. Dhe problemi i dytë është që zonja në ikje, profesoresha në ikje bëri një dalje të shëmtuar që tregoi shumë çka për atë që është ajo vetë. Para se do t'ju vendos këtu atë që kishte shkruar në Facebookun e saj profesoresha Ypi, do doja të thoja diçka që besoj ka shumë rëndësi. Ndër gjithë ta shqiptarë që kanë dalë dhe janë edukuar dhe janë arsimuar jashtë Shqipërisë, janë të rrallë, maten me kokra, ata të cilët kanë sakrifikuar profesionalisht, sepse duhet të jemi të sinqertë. Kushdo që do të merret me Shqipërinë, ose do t'i shërbej disa tropeve akademike, të cilat janë të mirë formuara, të cilat nuk jepet asgjë e re, shkruhet diçka ndryshme nga ajo që kanë shkruar të tjerët për një diçka që është e provuar dhe e mirë provuar. Pra, kjo është mënyra më e sigurt për të avancuar karrierën, për të ecur përpara me gjithë vështirësitë që paraqet akademia e shekullit të 21, por ka disa të pakët në numër, të cilët kanë sakrifikuar këtë karrierë akademike, ndonë se i kishin gjitha aftësitë, dhe kanë shkruar për Shqipërinë, për shqiptarët, për interesin e shqiptarëve, për t'i shërbyer popullit shqiptar. Zonja Hypi, me gjithë arritjet e saj akademike, me gjithë si shtonte një i afërm i saj, ka dalë me të gjitha 10 në LSI, bravo i qoftë, arritje e madhe. Nuk mendoj se ka vendosur shqiptarët, përkundrazi ajo përpara Shqipërisë ka vende tjera, i pëlqen më shumë Italia sipas librit të saj, nuk ndihet aq shumë shqiptare, ndihet qytetare e botës. Pra, zonja nuk ka asgjë që ta lidhë me Shqipërinë kaq fort. Mirë po, me sa duket vlerësohet shumë në Shqipëri, me sa duket ka dëshirë që të vlerësohet në Shqipëri, me sa duket ndjen se në Shqipëri asaj mund t'i shkojë më mirë se sa mund t'i ketë shkuar në auditore të tjera, pavarësisht suksesit që ajo ka, sepse ajo lekturon në gjithë botën, në universitetet e gjithë botës, nuk duhet i heq asnjë merit zonjës Hypi. Por unë mendoj që shkaku i helmit që ajo mori vjen tek ndjesia që kanë shqiptarë, se helmi nganjëherë është i pa kontrollueshëm, vjen nga njerëz të cilët kanë probleme dhe deri në një farë pike unë e kuptoj mllefin e saj, e kuptoj pezmatimin e saj, mllefin e saj, për të qenë sigurt, për të qenë të sinqert, por ka një problem. Problemi që ka zonja është që ajo
rrezaton një mos dashuri, për mos të thënë një urrejtje për shqiptarët. Do thoni ju, po nga e di unë këtë. Unë këtë e përftova vetëm nga postimi i saj i fundit, pavarësisht se ishte kujdesur që të ishte politikisht korrekt, dhe në fund i dua shumë njerëzit që më kanë njerëzit e thjesht, pra don njerëzit e thjesht, e kishte drejtuar postimin e saj kundrejt anonimëve, mirë po shumë nga ata të cilët kanë folur kundër saj nuk ishin fare anonim, po kanë dalë me emre, me mbiemre, me figurë. Unë nuk po përpiqem të bëhem kundërshtar i saj, por përkundrazi, por ja ku jam me emër dhe me zë dhe me figurë, me emër, ndoshta i parëndësishëm aq sa duhet për zonjën, mirë po ka një problem që në momentin që nuk e do popullin për të cilit kërkon veneracion ose adhurim, atëherë ka një problem të madh. Unë mendoj që kjo është arsyeja. Por do t'ju lë ta gjykoni ju, edhe do t'ju jap këtu shumë thjesht dhe shumë qartë atë që ajo ka shkruar në Facebook, e kam regjistruar me inteligjencë artificiale dhe do të them 2-3 fjalë mbyllëse mbas kësaj. Mirupafshim Shqipëri. Llaçin e shpifjeve dhe pluhurin e konspiracioneve biografike, ideologjike, gjeopolitike, sociale, materiale e saj sa të tjera më kanë dëgjuar veshët e parsyt për veten këto ditë. Ti kam lënë në derë. Në fund të fundit hiqi digjitale mediatik mbi diçka duhet ngritur që ati grushti logosh, ku te ka zgjeja çlirohet vetmia, trishtimi, mlefi, dështimi, varfëria e mendimit, shfrytëzimi, paburëria, ti mbushet mendja se mbase diçka është. Por emocionet e takimeve të këtyre ditëve me qindra njerëz të vërtet, lexues të gjithfar brezave, bindjesh politike, përvojash historike, me aq shumë pyetje, vërejtje, komente, kritika, fjalë nxitse. Të rinje të reja me guxim për t'u parë në sy e për tu. Përballur pa u fshehur në lloj-lloj pseudonimesh e maska karnavalesh. Shkëmbimet tona rreth fateve të botës e të këtij katundit ton. Skutave të historisë. Dritës që hedh arti në kërkim të së vërtetës. Të gjitha këto i mbaj me vete. Pra të dashur miq, siç e shihni, profesoresha Ypi me një pezëm të thellë është larguar nga Shqipëria, fillimisht e pati lam të mirë, pastaj mirupafshim, ka gjasa që të jetë premtuar diçka, është disa herë që përflitet, ka gjasa që emri i saj të jetë hedhur në tregun mediatik nga Paria e Tiranës pa dijenin e saj, sigurisht pra e kanë përdorur, do ta përdorin sërish. Nëse e lejon veten, po deri një farë pike zonjës me sa duket i pëlqen publiciteti që merr, i pëlqen populariteti që ka dhe në një vend si Shqipëria ku mezi shpresin njerëzit një sukses shqiptar, ajo i ka gjasat që të krijojë një rrjet njerëzish adhuruesish të mëdhenj. Por sërish do thoja që nga pikpamja e zhvillimit të dijes, zonja ende nuk ka treguar aftësitë e saj, ende nuk ka dhënë ndonjë kontribut të rëndësishëm për përparimin e dijes në botë, që është puna e një akademiku në fakt. Ndryshe nga shumë të tjerë, ajo ka sukses, është e suksesshme, por suksesi komercial është e kundërta asaj që ajo thotë se beson tek një internacionalizëm proletar. Disa nga daljet e saj ishin jashtëzakonisht shumë të cekta, por unë nuk do ta gjykoj. Marksizmi kantian është një diçka që unë ende po përpiqem që ta kuptoj. Ndoshta zonja mendon që Kanti nuk është aq i lexuar, por ndoshta nuk e njeh Shqipërinë, se në Shqipëri ka njerëz që t'japin ujin bisht lugës për sa i përket filozofisë politike, për sa i përket principeve, për sa i përket idealeve, duke filluar që nga Machiavelli e sipër, Hegeli nëse do idealist gjerman, e të tjerë. Po,
kjo është një çështje e cila nuk ka zgjidhje. Unë mendoj që zhurma që u bë për zonjën ishte një zhurmë e stisur nga paria. Zonjën e përdorën me dashje ose pa dashje, por me sa duket ajo e vendosi veten në pozicion të tillë që ta përdorin. Në fundit sipas kokës edhe festi, ka thënë populli i mençur shqiptar. Ndaj dhe ky është mendimi im, metimi i kësaj të diele, i këtij episodi të podcastit për një çështje të përditshme. Mirupafshim deri herën tjetër. Unë besoj se jam shqiptar etnik, me farë, me trashëgimni e me vetdije, sepse nuk mundem me kënd tjetër përpara vetvetes time. Unë besoj se qëllimi i krijuesit, që njeriu duhet me e dashur afërmin e vet si vetveten, është themeli i përparimit, i begatimit dhe i zhvillimit të shoqërisë vërtet e të moralshme njerëzore, në të gjithë kohët, por më shumë sot se kurrë. Unë besoj se krijuesi i ka ndarë njerëzit në farë e në kombe që punojnë secili për vete, e kur duhet edhe kundër kombit tjetër, sepse ashtu arrihet e mira që dëshiron njeriu, por edhe qëllimi i krijuesit. Unë besoj tek familja shqiptare, si bartëse e vlerave etnike shqiptare, si farktuese dhe krijuese e shqiptarit, si njeri shoqëror dhe si themeli i shoqërisë morale e vllazërore. Familja dhe nëna është e shenjtë. Unë besoj tek kombi shqiptar si një familje e zgjeruar e shqiptarëve. Vetëm një komb shqiptar që buron nga etnia dhe nga origjina etnike e përbashkët, që ndjek idealet e rilindjes kombëtare, më mundson mua që të jetoj me vetdije, me vlera, me identitet dhe moralin e duhur si njeri i barabartë që beson tek shqiptari tjetër si tek vetvetja. Unë besoj se e vetmja rrugë për ne shqiptarët për me përparu, për me begatu, e me kënd lire me jetu me ndere me siguri, është me punu për kombin ton, sepse ashtu garantojmë brezat dhe ardhmërinë. Unë besoj se askush nuk mundet me jetu me mirëbesim e me respekt me shqiptarin tjetër nëse nuk pret që së bashku të bëjnë më të mirën, më të ndershmen dhe garantues për këtë duhet me qenë morali i kombit shqiptar dhe ligji i shtetit shqiptar. Unë besoj se vetëm rruga e vllaznimit, e përbashkësisë shqiptare, e ndihmesës dhe respektit për te pengesave, ndasive, bindjeve dhe kufive artificial, janë zgjidhja për me rujt vetveten dhe familjen, me kombin dhe me shtetin shqiptar dhe me sigurin, lirin, nderin e ardhmërinë. Unë besoj se çdo shqiptar ka drejt në lirisë, të nderit, të sigurisë jetës, të shëndetit e të edukimit, të punës e të përparimit, si më i barabarti midis barabartëve në shtet kombin e shqiptarëve. Unë besoj se toka që na kanë lënë të parët është e shenjtë dhe e patjetërsueshme, se Zot mbi pasuritë e natyrës është kombi dhe me të gjithë secili prej nesh, dhe pasuria e shtet kombit ju takon të gjithë shqiptarëve. Unë besoj se jeta e gjithë secilit shqiptar do të bëhet siç e meritojmë vetëm kur ne kemi një shtet komb që punon për shqiptarët, me shqiptarët që janë besnikat i shtet kombi dhe që mbron interesat e shqiptarëve kudo që janë dhe me mirëkuptimin e dëshirueshëm për pakicat që jetojnë në shtet kombin tonë. Unë besoj se bota është ndërtuar me shtet kombe dhe se vetëm shtet kombet i mbrojnë popujt nga skllavëria që të imponon interesi material pa identitet, shërbimi individual pa kushte ndaj të huajve, shfrytëzimi i jetës pa vlerë, shtazërimi mendor dhe ideologjitë dhe bindjet që tjetërsojnë shpirtin e vërtet të shqiptarit. Unë besoj se ata që punojnë kundër shqiptarëve e kundër shtet kombit të tyre edhe me kënd gjak i gjakut tim janë armiq për vdekje të shqiptarëve dhe duhet marrin shpërblimin që meritojnë.